Për shembull, fëmia I parë, çdo gjë që bën është e rrellë për prindin. Si më thon, edhe fëmia I parë është ai që në thojë I thyn veshin prindit me veprime të reja të tjera. Pastaj I dyti, sikur ka pak më tolerancë, nuk I bën shumë përshtypje prindit. A është e vërtet me psikologjia apo jo? Shiko, deri diku është e vërtet, por secili fëmijë ka karakterin e vet. Për shembull, po tek fëmijët e mi, I madhi natyre qetë, sigurisht u mësova me atë qetësinë dhe adrenalinën e kësaj qetësie. I dyti pastaj adrenalin ndryshe, më I vështirë, më kërkues, pra gjë që nuk I kisha marrë tek fëmia I parë, kështu që automatikisht u mësova me diçka të re. Pra do them edhe në psikologjisë, secili fëmijë ka karakterin e vet, nuk është e thënë që është fëmia I parë është përqasje, është rrugë pase, ec në rrugën e tij dhe është pak më e thjeshtë, por në të dy rastet, I para apo I dytë edhe I tretë do thoja, secili ka karakterin e vet dhe prindi mësohet me gjëra të reja.